Përshëndetje të nderuar miq, bëhet një javë nga zgjedhjet e 11 majit dhe situata është e qetë. Të dyja kampet, njëra nuk ka një entuziazëm të shumë pritur për fitoren e mandatit 4, një vazhdimsi, kurse pjesa tjetër një protestë të premten që u mbyll aty, një fundjavë e qetë, por çojmë se çfarë do ndodh këtë javë dhe në vazhdim. Për diskutuar pistat e skenarët, në pritje të një mesazhi nga Shtetet e Bashkuara, do të flasim me avokatin e njohur Gylsen Zhdima, drejtuesi i fraksionit Reforma Reale. Avokat, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit që përshtes. Javën e kaluar e prisim javën e nxehtë, por kjo javë tani e në vazhdim, përveç temperaturave që pas shiut pritet një verë nxehtë, do presim një verë të nxehtë politike apo? Të jem realist me ju, sigurisht do jetë e nxehtë, do jetë përvëluese, do jetë një situatë që për mendimin tim nuk do të jetë ashtu siç njerëzit apo militantët apo mbështetësit apo njerëzit të cilët kanë një atashim pranë Partisë Socialiste ka shumë e lehtë për socialistët. Nuk flas për demokratët, flas për socialistët. Keni parasysh që kjo lloj fitore apo ishte e manipuluar, apo ishte e drejtë, apo ishte shenjtore, apo ishte djallëzore, nuk ka pikë rëndësie, sepse Partia Socialiste ka në duart e saj një patate të nxehtë, një situatë kaq shumë të keqe se në një gabim të mundshëm që mund të bëjë, do të jetë fatale për Partinë Socialiste. Po kush është gabimi që mund të bëjë? Sepse gabime ka bërë plot në 3 mandate. Gabimi i Partisë Socialiste për mendimin tim është gabimi i fitores pas fitore me qëllim antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Kjo nuk quhet objektiv. Pra ti thuash një popull që do shkojnë në Bashkimin Evropian, do ju jap një pasaportë europiane. Dhe në fund fare nuk i thua të vërtetën që me pasaportën europiane do marrësh përveç të drejtash, por edhe detyrimet të cilat janë më të rënda se të drejtat, pra ti nuk i ke bërë gati qytetarët të kuptojnë çfarë është Bashkimi Evropian. Nuk është më Bashkimi Evropian i 2008-s përpara, që shpërndante para edhe tjerët bënin qoka edhe bënin qylaxhiun për të fituar gjithçka. Bashkimi Evropian ka ndryshuar zotëri. Ka ikur ai Bashkimi Evropian kur i shpërndante para. Është Bashkimi Evropian që të jep 10 euro dhe të merr 45 euro. Po kryeministri thotë që do marrim 45 euro, 900 milion do i marrim falas, pra grante, kurse 100 milion kredi. Ndryshe nga tani që është 100 milion grante, 900 milion kredi. Po. Bashkimi Evropian nuk është më vendi ku japim para edhe nuk marrim fatura. Fatura do të jepen dhe për para do të jepen, po do të marrin 3 fishin, 20 fishin atyre parave që japin. Miqë thotë avokat për të kthyer tek gara, tek ajo se duket gara pas vetëm brenda Partisë Socialiste për listat e hapura. Po, një sekond, jo, dua të them këtë për Bashkimin Evropian. Bashkimi Evropian nuk është ajo lule, që vetëm rritet edhe ti i jep lekë dhe ajo nuk jep produkt. Pra, ne si lule duhet të japim lekë të Bashkimi Evropian. Jo të marrim. Ne mund të marrim, fillimisht do të jepen para, por puna është që ato para që do të jepen do të shkojnë atje ku duhet, apo do të shkojnë atje si duan ata të çojnë atje ku nuk duhet, por normalisht populli do mendoj sikur i kanë ardhur parat. Detikos nuk është bërë, po sikur të bëhet luk mbrez, nuk e di. Unë nuk e di, unë këtë po them tani. Nuk mendoj se do ketë ndonjë drejtësi e cila do të japi rezultate, se ju e dini shumë mirë, qëndrimi tim për drejtësinë aktuale dhe për drejtësinë pas 9 shtator 2025. Ju e dini shumë mirë çfarë unë kam thënë për drejtësinë shqiptare dhe mentalitetin shqiptar për kushtetutën e 1976. Se kemi disa çështje për diskutuar, por më që dolët tek drejtësia tani, se kisha lënë pak më vonë. Për ju, ka ndonjë episod në një rast që mund të cilësohet krim zgjedhor? Për krim zgjedhor, ashtu siç e kemi thënë përpara zgjedhjeve, do të procedohen të gjithë pothuajse opozitarët, të cilët janë super miliarder, kanë miliarda, përdorin miliarda,
dhe bëjnë korrupsion për të marrë pushtetin, dhe ai që nuk bën korrupsion është ai I cili ka pushtetin. Kjo është drejtësia sot. Se s'kemi parë në një peshk madh për krim zgjedhor Po jo, edhe një herë, mos u de nga ideja që do të kapi peshku I madh dhe do bëhet nami. Duhet keni parasysh diçka. Drejtësia aktuale funksionon me manualin e plepave 1 dhe është shndërruar në plepa 2. Është në shërbim të partisë në pushtet. Tek ju kam thënë që drejtësia aktuale duhet të parë në kohë a është kombëtare, ndërkombëtare apo mix. Tani drejtësia aktuale pas 9 shtatorit 2025 do të jetë një drejtësi kombëtare e cila do të jetë në patronazh të një partie të vetme. Pra, Partia Socialiste në këtë situatë që jemi sot, 18/5/2025, dhe derisa certifikohen zgjedhjet dhe mandatet mbeten 83 mandate, Partisë Socialiste nevojitet një mandat deputeti që të fillojë të bëjnë ndryshime në ligje të rëndësishme të drejtësisë aktuale. Atëherë do jetë nga Qorri, nga Lapaj, nga Shehaj, nga 50 apo nga Doshi? Nuk mund të them ndonjë emër, unë mund të them që Rama do luftoj shumë të marrë edhe një mandat për të bërë ndryshimet ato që ai mendon të mira, por ajo që unë shikoj është që do jetë një betejë negociatash që normalisht personi që do t'japi votën o do t'jetë një konsensus politik opozitar duke përfshi Partinë Demokratike, edhe sikur të jetë e mundshme një ndryshim në një ligj të posaçëm të drejtësisë, sepse për ligjet të cilët janë organike kërkohen 84 vota, ndërsa për ndryshime kushtetuese kërkohen 94 vota. 94 vota, zoti Rama duhet detyrohet patjetër në Partinë Demokratike të bëjë një negociat. Këto ligjet e SPAK-ut, pra nëse ju mbushet mendja për ta shkrirë, duhet 84 apo 94? 84, një sekond, 84 të bëj rregullime, pra të bëj përmirësime, të ribëj, të rikonfirmojë ose të vendosi standarde. Me sa duhet? Edhe mandatin e dytë, por ama ka një sekret këtu. Kushtetuta jon e ka të qartë dhe të ndaluar mandatin 2 herë të kryeprokurorit. Atëherë duhet 94 se të futemi në kushtetutë. Po, I duhet edhe Berisha. Pa Berishën ose Partinë Demokratike nuk mundet zoti Rama të bëjë asgjë, përveç se duhet të bëjë një negociat me zotin Berisha, ta kemi të qartë këtë gjë. Edhe nëse sistemin, pra nëse bën president Republikë presidenciale, vetëm për këtë do Berishën patjetër. Pra për do Berishën patjetër. Për SPAK-un edhe për ndryshimin e sistemit, vetëm për këto 2 raste I duhet Berisha. Po këto 2 raste janë shumë të rëndësishme për zotin Rama, ta dini ju. Sepse ligji për organizimin dhe funksionimin të institucioneve të parashikuara nga kushtetuta me 84 vota I bën, ligji për shtetësinë e bën, ligji për zgjedhjet të përgjithshme dhe vendore e bën, ligji për referendumet e bën, kodet e bën, ligji për gjendjen e jashtëzakonshme e bën, ligji për statusin e funksionarëve publik, ligji për amnistin, ligji për ndarjen territoriale e bën zoti Rama me 83 plus 1 që mund ta marrë nga opozita e ardhshme. Pra pas 9 shtatorit. Pra Ramës nuk I duhet askush. Urdhë? Ramës nuk I duhet askush për ligjet organike. Jo, po një sekond, problemi është këtu që zoti Rama duhet patjetër të ketë edhe një dakordsi kushtetuese, sepse në rast se ti bën një ndryshim në ligjin organik dhe të kesh 84 mandate, duhet që të shkosh edhe në kushtetutë të bësh ndryshime, sepse në rast se ligji shkon në gjykatën kushtetuese, gjykata kushtetuese do ta shpalli në mospërputhje të një dispozite me kushtetutën sepse bie ndesh. Pra, dhe ajo që me 84 vota I duhet prap të futet në kushtetutë, I duhet prap Berisha. Po patjetër I duhet të futet në kushtetutë sepse ajo është taksative, sepse çfarë thot, normalisht pushteti gjyqësor është pjesë edhe prokuroria dhe kryeprokurori I cili zgjidhet duhet normalisht të bëjnë edhe ca ndryshime në kushtetutë që ka të bëjë me funksionin e tij. Pra për mendimin tim zoti Rama
e ka vështirë të bëjë disa ndryshime sipas interesit të tij, pra të bëjë një shkrirje të SPAK-ut. Duhet të shkojë edhe në kushtetutë të bëjë një ndryshim. Duhet të shkojë të bëjë ndryshime të tjera në ligje të tjera. Pra e ka të vështirë në aspektin gjithmonë kushtetues. Në aspektin organik nuk besoj se e ka të vështirë, por në rast se bie ndesh e ka. Më lejo të citoj Kushtetutën venenin 148 i cili thotë drejtuesi i prokurorisë së posaçme zgjidhet nga rradhët e prokurorëve të kësaj prokurorie me shumicë të anëtarëve të Këshillit të Prokurorisë për 3 vjet, pa të drejtë rizgjedhje sipas ligjit. Që do të thotë, në rast se Rama i thotë Dumanit, futu edhe rri edhe 3 vite akoma, duhet që zoti Rama të shkojë të ndryshojë edhe nenin 148 të Kushtetutës, paragrafin 3, më saktë edhe 9 vite. Edhe thot këtu, për 3 vjet pa të drejtë rizgjedhje sipas ligjit, që do të thotë, po Kushtetuta ja delegon ligjit, por ama Kushtetuta e ka të ndaluar, që thotë për 3 vjet pa të drejtë rizgjedhje. Pra Kushtetuta ka të ndaluar, ndërsa ligji organik që zoti Rama mund ta bëj, mund ta lejoj, por ama Kushtetuta thotë sipas ligjit, po jo me të drejtë rizgjedhje. Që do të thotë çdo subjekt i interesuar do i drejtohet gjykatës kushtetuese duke i thënë që zoti Rama mund të normoj me 84 vota, por ama normalisht Kushtetuta e ka të ndaluar. Pra Kushtetuta ja ngarkon edhe ligjit, po e ndalon që ky person të rizgjidhet. Pse ka bërë këtë? Sepse në rast se vim në rastin konkret që jemi me 83 mandat të zotit Rama, i duhet 1, supozojmë që këte 1 ishin, supozojmë, pa paragjykuar, e blen, supozojmë, bën atë skedinën e radhës, normalisht atij i duhet patjetër 94 që të bëjnë ndryshimin në kushtetutë, në paragrafët e kushtetutës. Përveç kësaj, diçka tjetër që mos të krenojnë shumë ata të cilët nuk e din ashtu siç duhet kustetutën dhe ligjin. Prandaj edhe e citoj këtu. Dhe thot këtu diçka tjetër të cilën po kushtetuta e ka vendosur, thot përveç këtyre pra institucione kushtetuese të cilët janë normuar, në datën 31/12/2024 mandati i komisioneve të pavarur të kualifikimit dhe këto mbarojnë dhe shkon në fund fare dhe thot kuvendi thot vendos për shfuqizimin e këtij aneksi pasi vendimi të ketë marrë formë të prerë si dhe mbi bazën e raportit të paraqitur nga kryetari i komisionit të pavarur të kualifikimit dhe këto gjëra. Pra, do të thotë që zoti Rama do edhe Berishën prapë. Pra nga do që të shkoj, duhet Berisha se s'vën. Po patjetër sepse Berisha ka 50 deputet. Por me që tani Berisha ka nisur këto protestat, ju si mendoni që do ta vazhdojë të skenarin politik avokat? Ka një shpëtim për të shpëtuar dorëheqjes? Shiko, për mendimin tim zoti Berisha nuk ka kuptim që të bëj kaq shumë protesta. Për mendimin tim zoti Berisha të bëj një analizë të thellë. Dihet që të kanë vjedhur votat, kjo duket qartësi, sa në asnjë vend demokratik nuk ndodh kjo situatë që jemi në Shqipëri. Jo se Rama është Por Rama ka ruajtur votat e vet avokat 800.000. Edhe një herë po të them që Rama duhet kishte edhe disa kostua politike të cilat nuk u treguan qartë, por normalisht duke qenë në këto kushte, Berisha për mendimin tim duhet të bëj një analizë të thellë, patjetër bashkëshoqëruar me një dorëheqje patjetër, pra dorëheqja e Berishës për mua është e pashmangshme dhe ajo që unë kërkoj nga Berisha është kjo, që në rast se do të kandidojë dikush brenda Partisë Demokratike, Berisha të garantojë që ato zgjedhje të bën pa mbushur kutit, si thoshte Edi Paloka. Pra mos e përcaktoj si me rastin e Lulit. Po, unë dua që kryetari i ri i Partisë Demokratike, çfarë dua unë, na kupton? Jo çfarë e vërteta kështu duhet ndodhi, po çfarë dua unë? Dua që ai ta marrë në mënyrë të natyrshme, jo të deleguar, se pastaj do dalin lavazhierët e SPAK-ut, edhe do të bëjnë përsëri analizë duke thënë që na Saliu emroi djalin apo çupën e vet,
ndodhi që tani, sepse ka akuza mes kandidatëve të PD-s për vjedhje brenda llojit. Po do ketë edhe brenda këtu rrafën brenda Partisë Socialiste, nuk do rrifën brenda Partisë Demokratike, të lutem tani. Ti marrim të dyja bashkë. Vetëm partive të vogla nuk janë rrahur sepse s'ka kush t'i numërojë. Do të thënë po aludoni se kush e di çka kanë vendosur 17 dhe për të vegjëlit aty. Tani të mëdhejt ti me mua e kemi diskutuar këtë gjë dhe po ta them përsëri. 12 kanë bërë për të vegjëlit. Të vegjëlit s'kan çfarë të ankojnë, vetëm të bëjnë një ankim në kas, të kërkojnë votat e tyre, në rast do t'i japim mirë, në rast se nuk do t'i japi jemi mirë. Përsëri nuk ka problem. Po, avokat, i qëndroni asaj që mundet, pra idesë që mund të jetë Topalli ose Boçi që duhet ta marrin stafetën. Shqyqy që më ke mbajtur mend ti këtë gjë, se të tjerë do thënë që opa, avokati si e thot tani këtë gjë. Ne kemi thënë shumë përpara këtë gjë, kemi thënë për Bledi Goxha që doli pari, që edhe ai është një figurë që mund të promovohet. Keni paralajmëruar se ka qenë si test për bashkinë, nëse po e kaloi testin. E kaloi, po ishte test i kalueshëm. Tani të kem unë drejtorinë e patentave, të kem unë për shembull edhe Ministrinë e Ekonomisë, me që mos ta kaloj. Se dhe Goxha mund quhet një socialist i vjetër apo jo? Është i vjetër ai. Ai është i vjetër dhe ai është i vjetër dhe ai është i Ramës. Pra, për atë nuk mund të bësh ndonjë dyshim që ai mund të jetë ndonjë person që mund të bëjë ndonjë kështu ndonjë dallaver me ndonjë tjetër brenda Ramës. Atëherë edhe Braçi është i Ramës. Ai e ke këtë Ramës kështu 100%. E ke Flori, pra Flori të Ramës, pra e ke 100%, nuk e ke në imitacion. Edhe Braçi janë krahun tjetër, socialist i vjetër. Edhe ai socialist i vjetër. Pa ministri dhe mori rezultat shumë. Pati, shiko, Rama punoi shumë për njerëzit e vet dhe normalisht Rama njerëzit e vet i mbrojti dhe i mbrojti shumë mirë. Rasti Xhaçka është i paimagjinueshëm. Gjithë ky skandal, gjithë kjo situatë. Edhe Dena e cila ku e shikojmë në një vend kështu rastësi e shikoje. Rama ka punuar shumë mirë, pra do të themi edhe bombën, po, Velia i mbaroi politikisht në Partinë Socialiste. Asnjë kandidatet e tij nga ata ashtu quajtur i grup i tij në parlament nuk u fut. As Gogu, nuk u fut. As Buka. S'ka më vlerë, nuk ka vlerë më shifra. Po Fatmi Xhafën ku e fusi avokat? Do bëj marrëveshje ai, është ujku i vjetër ai, nuk është kështu kalëmoj i ri. I duhej Ramës për Komisionin Antikorrupsion, pra të reformës drejtësi, dyshi. Shiko, Rama do ta përdori ashtu siç e përdori, sepse Rama gjithmonë nuk bën gabime si bën Berisha, që vendos njerëz të cilët i gjen nga rruga dhe i vendos jo nga rruga, po i gjen aty ku i kishte dhe thjesht i përdor ashtu gjithmonë sikur nuk ndryshon asgjë. Rama në raport me sistemin e drejtësisë dhe të gjitha këto do përdori një profesionist, sepse Rama udhëzimin e ka, vlla, ja futën të tjerëve, po mos ja fusin vetes. Gjithsesi, tek Berisha dhe PD-ja për ta mbyllë atë, nuk mendoni që do dalë. Po të çfarë do merrim ne? Nuk mendoni që do dalë zë kundër Berishës te kjo 50-çja. Shiko, unë jam i zhgënjur. E di pse jam i zhgënjur, se në rast se unë do të kandidoja në Partinë Demokratike dhe do të isha kandidat për deputet, pavarësisht se do të isha sot apo dje apo një ditë, para 2 ditësh antar i kësaj partie, unë do të shkoja të nesmen përpara Selis, duke marrë mediat dhe duke thënë që unë në këto momente shpall kandidaturën time dhe kërkoj ndërheqjen e Sali Berishës. Pra si ka lidhje me Bashkën para 4 vitesh? Nuk ka të njëjtën peshë. Një figurë e re nuk është e njëjta gjë me ata. Ata dihet çfarë bëjnë. Janë pa platformë. Unë them, këtë gjë do të bëja. E para, politikisht, Berishën unë e kam sulmuar. Politikisht. E kam sulmuar, është e qartë kjo gjë. Vetëm ai i cili nuk e shikon, ose nuk din ta kuptoj, është gjë tjetër, ai nuk e kupton dot. Juridikisht unë Berishën e kam mbrojtur. Ashtu se mbrojt çdo qytetar në procese të tilla. Juridikisht po mund marrni goditjen e dytë tani pas zgjedhjeve apo nga gjykata këtë radhë?
Po zoti Berisha është në proces gjyqësor tani, nuk ka më problem. Jo, e kam fjalën për kalimin themel. Po në themel kalohet në mënyrë shumë procedurale, vetëm zoti Berisha në rast se zgjedh që ta bëjnë në gjykim të zakonshëm. Pra, në aspektin juridik, unë e kam mbrojtur zotin Berisha, sepse për mua është i paimagjinueshme të bëhet një procedim penal për një ish kryeministër për shkak të mbledhjes së Këshillit të Ministrave. E njëjta gjë është dhe për zotin Rama. Edhe në rast se zoti Rama merret i pandehur për inceneratorit të cilët kanë pasur gabime të mëdha ligjore, dhe është bërë nga Këshilli i Ministrave dhe i janë futur në burg funksional të lartë të shtetit, i bie që edhe zoti Rama do të merret i pandehur. Avokat, ju lutem. Nuk mund të punojmë me dy standarde. Prandaj zoti Rama tha diçka shumë të bukur. Ne nuk mund të punojmë me dy standarde. Berisha tha shkrirje. Meta tha rishikim, ose Rama tha fjalë më të bukur, por që asnjëri se kuptoi, tha nuk mund të punojmë me dy standarde. Avokat, kishim samitin e Komunitetit Politik Evropian, ndërkohë që nuk ka ardhur asnjë mesazh nga SBA-ja, por erdhi një deklaratë nga dhëndri Trumpit për investimin Sazan. Tani çfarë po ndodh me marrëdhëniet përtej oqeanit? Janë marrëdhënie të cilët janë pezulluar dhe nuk ka asnjë të re deri tani derisa të dalë një deklaratë zyrtare dhe mendoj se deklarata zyrtare do dalë pak më vonesë. Besoj që deri në shtator është e sigurt që do dalë një deklaratë, ta keni të sigurt këtë gjë. E sigurt është që do të kemi patjetër një ankim të qartë mbi rezultatin e zgjedhjeve dhe normalisht që Trumpi atëherë kur don të kaloj linjën e vet do të çojë një të deleguar dhe kur don të kaloj një linjë burokratike do të vendosi në linjë Departamentin Amerikan. Laci vita dhe milionat e dollarëve u zhdukën. Ndërkohë që mbetemi tek ajo që keni thënë ju, çfarë do ndodh 24 muaj në vazhdim? Vetëm ky është misteri që akoma nuk është zbardhur. Unë do ta pres 24 muaj, do ta pres jo me durime, pa durime, çfarë duash ti, me qetësi absolute, nuk kam asnjë problem, sepse unë e di që shumë mirë që situata që do të vazhdoj tani e tutje do të jetë shumë negociuese dhe ndërkombëtarët do të kenë një rol edhe në skenë edhe prapa skenë. Kam frikë se prapa skenë do jetë roli më i vendimtar. Nuk se do jetë më përpara që dalin përpara në publik. Prapa skena do jetë më e fortë se skena. Vera do kalojë e qetë. Tani vetëm gjë që pritet nuk do për qeverinë e re, edhe pagu negocitje. Një sekond. Nuk është se është qetësi. Qetësia gjithmonë ka problem. Kur ka shumë zhurmë, ka një marrëveshje poshtë. Kur ka qetësi, ka negociata, po jo marrëveshje. Ky është rregulli. Pra, qetësia që kemi sot ne këtu, marrëveshjen Tiranë mes njëri tjetrit apo jashtë? Shiko, edhe kur u kalu kodi zgjedhor në Shqipëri, ndaloi qetësia, aty u dojshin karrike, u bënte name, pastaj arriti qetësia. Pra do thojë ke marrëveshje. Shumë e qartë kjo gjë. Aty, pra, duhet të kuptojmë dy fjali kyçe. Aty ku ka shumë qetësi, do të vijë dhe marrëveshja. Aty ku ka zhurmë, ka negociat. Pse? Zhurma krijon gjithmonë konfliktin. Dhe palët duan gjithmonë të flasin me njëri tjetrin. Pse po më bën ti mua këtë gjë? Pra është pyetje natyrore, njerëzore. Pse? Dhe të përpret përgjigjen. Në rast se nuk të vjen përgjigja ti përsëri, pse? Derisa të vi përgjigja. Kjo është negociat, nuk është marrëveshje. Kur fillon që ti vjen edhe pala tjetër dhe vjen tek ty, ti negocion me atë, atëherë ti edhe pala tjetër jeni të qetë, sepse keni arritur marrëveshjen pastaj. Edhe ju kur dilni me të qetë, po marrëveshja ka kaluar. Si rasti 26 korriku 2024, bashkë kemi komentuar, dhe të kam thonë, Partia Socialiste do marri mandatet e sigurta, Partia Demokratike mandatet e sigurta. A mori 50 mandate? Marrë, sigurta janë. Tani pse në disa qarqe firoi duke mos marrë dhe të sigurt, nuk ka rëndësi. A është partia opozitare, pra partia e dytë në vend? Është.
A është një parti tjetër që ka marrë mbi 7 mandate? Jo. A është një parti tjetër që mund të përcaktoj opozitën parlamentare? Jo. Pra do të thotë që palët politike bërën punën e tyre. Tani, a i doli për mirë, apo i doli për të keqe, a presi një ndërhyrje të huaj? Unë po ju them juve, ta keni të sigurt, që Rama me ndërhyrje të huajve nuk do të sidhe si garip. Sepse është kosto, unë e them për socialistët, është kosto për Partinë Socialiste me 83 mandate. Do të bie mina në duart dhe kur të shpërthej nuk të mban asnjëri përgjegjësi. Edhe do ta lidhim këtë. Ta lidh kështu. E ke parë se do shkojmë te arrestimet pastaj, prandaj ta them. E ke parë Ramon ku ndodh ndaj problem te Këshilli i Ministrave? Përgjegjësia është individuale, s'ka mund lidhje. Rama e delegon përgjegjësinë. Penale, civile, administrative, thot ai tjetri ka unë s'kam asgjë. Po e di ti ç'a i bërën socialistët Ramës? I thanë, unë nuk dua më të më delegosh përgjegjësinë te tjetri, po unë dua ty të jap 83 mandate, dhe ti nuk ke më të më thuash që përgjegjësinë ka ai tjetri. Si ndodhi me rastin e 2013-2017, thoshte nuk mund të bëj pranime në punë, këtu se kemi LSI-n e keqe. Iku LSI-ja e keqe, 2017-2021 ishte tek pull, 2021-2025 tek pull, mandati 2 ka Rama. Sot është në mandatin e 3 i vetëm, se të gjithë llogarisin, kjo është e çuditshme të gjithëve, pse ka marrë cilësinë e kryeministit nga 2013 quhet mandati 4. Po nuk quhet mandati 4. Ky është mandati i 3 për Edi Ramën dhe Partinë Socialiste. Pra, për ata që bën një analizë të duhur politike, Partia Socialiste është në hallin më të madh të saj të pushtetit. Sepse një parti e cila thotë që unë do shkoj në Bashkimin Evropian nuk mund të ekzistojë. Pse? Se Bashkimi Evropian thotë antarësimi bëhet me të dyja palët, jo me një. Edhe si kur Rama të marrë 100 mandate, a do të thënë falë, dua dhe 40 antarë të tjerë të parlamentit. Po jo nuk i kam, s'më intereson, o imi si dhe ata, o nuk kemi hapje negociatë, pra nuk kemi antarësim, se negociatës do kesh ke kohë akoma, sa të mbyllen 30 kapitullit, derisa të bën reformat, ai do tentoj të bëjë reforma, Bashkimi Evropian do të thojë si dhe këtë, si dhe atë do ta bëjë detyruese. Pastaj rasti tjetër që akoma nuk e kanë kuptuar, edhe mendojnë si kur kanë marrë 83 mandate dhe do bëjnë namin. Por zotëri, Bashkimi Evropian në 2026-ën, ky Antonio Costa ikën në shtëpinë e vet. Ikën në Portugali se ka zgjedhje në Portugali. Kryeparlamentarja si ka emrin kjo? Po, kjo ikën në shtëpinë e vet europarlamentare dhe vjen një kryetar nga grupet socialiste, sepse kryeparlamentarja vjen nga radhët e partive popullore dhe bëhet zëvendësimi, se kështu e kanë gjetur. Pra dhe dhe një socialist. Hengrën bën fotën. Po kjo është realiteti, çfarë beson ti? Beson ti se do futemi në BE sepse vjen Macroni këtu dhe thot 2 mashtrime këtu te ne dhe ne duhet ta besojmë Macron që është mashtrues. Avokat, më jepni një koment për SPAK-un, ja rikthyer spakisat nga rrethet për ta mbyllur në bazë, në qendër tani. Por nga socialistë, apo janë dhe i muaj nga pushime dhe të shohim nga shtatori. SPAK-u, për mendimin tim, SPAK-u për mendimin tim i ka bë gropës vetes. Me 83 mandate, me edhe një mandat, 84, plus dhe Berisha të bëjnë një negociat me Edi Ramën, 20 të SPAK-ut, për mendimin tim të aplikojnë që tani për në një vizë azili, që ku i dihet në një moment avionin e parë dhe ikin. Sepse, ashtu si që kam thënë tek ju dhe akoma nuk e besoj njerëzit. Ligjvëndësi është pushteti më i madh, pavarësisht se kemi gjyqësorin. Sepse ligjvëndësi normon, gjyqësori zbaton të ligjvëndësit. Kush është ai që mendon që do shkoj të arrestoj apo t'i marrë telefonin? Shkoj me telefonin tani ta tregoj unë ty. Zbatohet neni posaçëm kundër teje për t'u arrestuar ti, si prokuror. Ta bën tani Saliu me Edin bashk. Pra,
atë që e them tek qytetarët gjithmonë, normimi, ligjvëndsi ka rolin më të madh në jetën politike të vendit. Dhe pse pikërisht të gjithë duan të bëhen deputet? Sepse pikërisht ligjvëndsi normon ligje. Thuaj ti nuk e zbaton ligjin. Foto brenda vlla. Edhe kjo është për Spakun. Tani zonja dhe zotërit të Spakut bëhen gati që mos ju vinë një skenar i Maqedonisë së Veriut që të shkojë dikush brenda për model. Përveç kësaj, BKH-ja në drejtoresha Iku ose drejtoresha Iku do vi tjetër. Kush do të vi? Nga radhët ku nga do vi? Nga hëna do vi në tokë? Nga radhët tona do vi këtu, nga shoqëria shqiptare. Fuqia më e madhe që ka sot Partia Demokratike është ndryshimet kushtetuese. Dhe gjën më të keqe që ka sot Partia Socialiste janë 83 mandate. Janë mandate të cilat në rast se do t'i mbaj deri në fund me kokfortësi do të jenë pasoja të rënda. Në rast se zoti Rama pranon të ulet dhe të bëj negociat duke pranuar dhe kërkesat e opozitës në tërësi flas, pra mund të jetë Partia Social-Demokrate, mund të jetë Partia Mundësia, mund të jetë zoti Lapaj, mund të jetë zoti Qori, mund të jetë Partia Demokratike, duhet të shtrohen, të shikojnë situatën ashtu siç duhet, sepse zoti Rama nga përgjegjësia individuale nuk kishte asnjë përgjegjësi, por ata qytetarë që votuan i dhanë përgjegjësinë individuale, plus kësajt edhe partinë. Dhe në rast se zoti Rama dështon dhe bëhet një sali i dytë, sepse e di si është kjo politika jonë është komike. Pse? Thoni socialistët, Sali Berisha, ai duhet kriminal, vrasës, me pagesë, në radhë, gjitha të zezet, diktator, regjim dhe këto. Populli shqiptar tani vjen, edhe ato që thonit ju për Saliun, vjen edhe populli juaj, pjesërisht ju a jep juve të gjitha pushtetet. Drejtësi, lokale, të qendrore, legjislative, çfarë doni, ushtri, të gjitha e keni ju. Dhe ju akuzonit Berishën dhe pas 2 vitesh do shikosh që të gjithë këta do akuzojnë PS-n totalisht, edhe vetë disa media që i bëshin fresë PS-s. Sepse ç'a ndodh? Në raste të tilla që gjithmonë diktaturat ose sistemet totalitare kanë ardhur nëpërmjet zgjedhjeve. Nuk është se jam çuar sot në mëngjes dhe kam thonë, hajde çat karriget marrim edhe hajde aty të shkojmë bëjmë pushtet. Por jo, ajo ka ndodhur gjithmonë nëpërmjet zgjedhjeve. Tani a kanë qenë të drejtë apo jo, nuk është moment ta diskutojmë sepse duhet bëjmë analizë subjekt që kanë garuar, se unë s'kam garuar. Por ama, duke qenë në këtë situatë që jemi, Partia Socialiste do të jetë në një situatë që nuk do të justifikojë më as antarësimin në Shqipërisë në BE, as mungesën e ujit, as mungesën e legalizimeve, as pensioni që e jep ato si kur jep qyle, pra si kur jep borxhe ose si kur jep ndere, se ai ka punuar 20 vjet ose 30 vjet në punë. Nuk është se po jep partia, ai vetë ka punuar. Partia është menaxhues, po ju nuk duhet të jetë shpërdorues, se këta me pushtet kanë qenë shpërdorues. Dhe çfarë do të thotë? Që kjo kosto që i është dhënë Ramës, Rama duhet ta punoj mirë, sepse kur bënte rastin e marrëveshjes së 26 korrikut, Rama heshti, sepse ishte i kënaqur, se e dinte që do ta merrte. Pse e dinte do ta merrte? Sepse shifrat flasin vetë në politikë. Ndërsa Partia Demokratike shpresonte që do vinte. Dhe Rama tha, Partia Demokratike është ajo fajtor, dhe do ta psoj më keq në 96-ta. Por Rama nuk prisi që ta psoj aq. E kupton? Rama prisi që ta psoj, po jo kaq. E dinte ai një pjesë, po jo aq sa ishte, sepse Rama nesër kur Partia Demokratike thotë jore, unë edhe OJF bëhem dhe mbetem,
dhe ty kur nuk të jap shans të firmosësh ti për Shqipërinë që të futet në BE. Do shkoj te Lapaj. Po Lapaj çfarë do japi? Japi vetëm për ligjin organik, po jo ndryshime kushtetuese. Do shkoj te Shejaj, çfarë do jap? 2 ka. Do shkoj për ndryshime organike, jo kushtetuese. Ky tjetri, Qori, 1 ka adhi, mbaroi edhe ky. Doshi 3. Doshi 3, po edhe ai nuk e plotson dot 94-ën. Pra i duhet patjetër Berisha. Dhe Rama tani çfarë do bëj? O do vazhdoj përçarjen brenda demokratëve, ashtu siç e ka bërë gjithmonë. O demokratët duhet të mblidhen, ta punojnë trurin, ta vendosin trurin në 2025, në 2027 dhe mos të rinë akoma në 2011 që kanë qenë pushtet 2010, 2009. Sepse për ndryshe Partia Demokratike, në rast se do ketë përçarje, Rama do thot fajin e kanë ata se unë i ftova dhe ato përçarën edhe mua erdhen votat nga ata. Edhe thot atyre, ju e keni fajin që ju më dhatë votat bëjmë ndryshime kushtetuese. Pra, që të mbarojmë këtë konkluzion të gjerë, duhet të kuptojmë që e gjithë kjo situatë që po ndodh sot në Shqipëri nuk është mirë për asnjërin. Jo për qytetarët s'është mirë për asgjë, të ketë një parti 83 është të merr. Por për politikën shqiptare, pse? Se ai i cili do të merret në politikë nuk do shkojë të motë partitë e mëdha, se dihet që këto partitë kryesore do kenë një goditje. Sepse nga kaq shumë mashtrime dhe kaq shumë prapavije, kaq shumë grupime dhe kaq shumë konflikte të brendshme të eshtura, normalisht do të vijë ajo pakënaqësia. Por në momentin ku partitë e reja që janë bërë faktor politik në vend, kërkojnë kohë dhe terren, ato do bëjnë gjithçka që janë në parlament për të marrë besimin akoma më të gjerë të qytetarëve. Pra, partia Tom Doshit kishte 30.000 vota në 2021-shin, 50.000. Dhe brenda 4 vitesh mori po njësoj të 3 deputet. Me sistem tjetër ishte atëre, me sistem tjetër tani. Pra mbajti atë statutin e vet, pra 3 mandatet që kishte, i mbajti. Ndërsa partitë e tjera do punojnë po me të njëjtin sistem, pavarësisht se po propozojnë ndryshim sistemi, që të punojnë të marrin akoma më shumë terren. Tani Rama ka një problem dhe ka një hall. Dhe halli është ky. Jo të PSD-ja. Halli është e Qori. Në rast se zoti Qori do të vazhdoj politikën e tij të majt, është e sigurt që zoti Rama mund të ketë një ulje të elektoratit besnik ndaj socialistëve, sepse duhet të dallojmë midis socialistët, rilindasit dhe interesatgjit që janë në Partinë Socialiste. Pra, ato 800.000 e sa kusur vota nuk janë të socialistëve të gjitha, kupton? Janë socialistët, i ke ata të cilët i ke diku tek 600.000 vota, i ke ato i ke socialist, ke rilindasit të cilët i ke pas 2013-ës që janë të atashuar dhe integruar nga partia e liris që zotë Rama e përma. Një vota që janë gati të vizhin. Po, këto, pra, 200.000 me 300.000 vota, ta kesh të sigur që lëvizin gjithmonë. E shikon Partia Demokratike 500.000. Po Partia Demokratike historikisht ka marrë 500.000. O erdë Byllikbashi ku je, o as, që ke bërë Ramën mbret. Po t'isha unë ekspert i komisionit, do thënë, falë zotri, po si do shkosh ti mërë zotri me këtë sistem, kur ti e di që historikisht Partia Socialiste, përjashtim të një rasti, Partia Demokratike, përjashtim të një rasti, votat e sajt originali janë deri në 500.000. 550.000 hajde shtoj. Ndërsa Partia Socialiste gjithmonë ka qenë 600.000, 660, hajde shtoje tani që është në pushtet normalisht se ka interese, në kupton? Ka interesat gjithë, ka rilindasit, ka socialistët, ka edhe njerëz të tjerë. Inercia e pushtetit. Po, çfarë do të thotë tani? Do të thotë që ai nuk e kishte analizuar mirë. Tani ka qenë nga paftësia apo nga qëllimi?
këto të dyja unë ftoj demokratët të shikojnë. O Erd Burrukbashi për të herë të pestë ka dështuar nga paaftësia, është e rrezikshme. Ka dështuar apo ka qenë e qëllimt, po e rrezikshme. Dhe mos më shkoni mua të më meni gazetarët, sikur gazetarët ju bërën juve humbjen. Gazetarët i quan në SPAK të dy. Pa mirë, lerë, s'ka rëndësi se tani atë tjetrin se di, ai akoma nuk është deputet, duhet të dalë certifikimi, pastaj bëhet deputet. Belin, atë këtë quan. Palokën edhe Balliun, po. Po, Paloka është deputet, ai është në SPAK. Sa Balliu është në zakonshme, sepse ai duhet të sa për të dalë certifikimin, shikoj edhe sekretin tani. Policia ka bërë fakt të kryer, e ka çuar direkt. Tani policia është bërë policia partisë. Në aspektin politik kemi drejtësia e partisë, mbaroi tani policia shtetit. Tani policia e partisë edhe mua edhe ty mund të procedojmë në çdo moment. Pse? S'më pëlqeu këtë që tha avokati. Qa? Se non në rendin juridik. Procedim penalo. Mbaje mend, do kemi procedime të tilla të kohës së enverit. Unë e them edhe kam bindje të plot të gjë, do procedohemi edhe për diçka që nuk ka fare lidhje me atë që është, po do procedosh sepse partia e ka nevojë këtë gjë. Dukuruar mos ndodh kjo dhe duke të falenderuar për analizën, skenarët dhe këndvështrimin ndryshe, avokatun të falenderoj shumë. Edhe unë ju falenderoj për ftesën dhe uroj çdo gjë mbar e mirë, por e vërteta gjithmonë është e hidhur, por është e vërtetë.